Në mars të vitit 1965, këngëtari Tom Jones arriti në vendin e parë në listën e këngëve më të dëgjuara në Mbretërinë e Bashkuar me këngën It's Not Unusual, që nga viti 1965 këngëtari nga Walesi Tom Jones ka shitur rreth më shumë se 100 milion albume anë mban botës. Tom thot se karriera e tij arriti majet kur u nderua me titullin e lartë kalorës nga mbretëresha Elizabeth në vitin 2006. Ai ka patur ndikim tek mjaft këngëtarë në industrinë e muzikës dhe ka dhënë një ndihmës të shmuar me zërin e tij të fuqishëm dhe figurën e tij tërherëse. Kritikët në anën mban botës janë unanim me miratimin dhe admirimin e tyre si për veprën e regjistruar, ashtu edhe për performancën e tij në koncerte. Sir Tom është me të vërtetë një legjendë e gjallë, një nga të paktët artistë muzikor, profesionit e cilit filloi në agimin e muzikës moderne popullore, i cili vazhdon të ketë një karrierë vitale në regjistrimet dhe interpretimet e tij deri në ditët e sotme. Shkëlqimi i tij përshkon epoka dhe zhanre muzikore, por jo vetëm. Sir Tom ka qenë gjithmonë për fuqinë e këngës, fuqinë e zërit, fuqinë e tekstit, të talentit dhe punës që duhet bërë për të qenë Sir Tom Jones.